Në javën që po mbyllim në Shqipëri u përkujtua një ndër aktet më humane të popullit shqiptar gjatë shekullit të 20, e që ka të bëjë konkretisht me shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, një akt i panjohur për popujt e tjerë të Evropës së kohës. Pikërisht në këtë kontekst do doja të kujtoja për lexuesin një libër mjaft interesant i cili flet për praninë hebreje në qytetin e Beratit. Më konkretisht doja të flisja për librin e hebrejt e Beratit me autor të ndjerin Simon Vrusho, i cili nëpërmjet një pune mjaft skrupuloze, nëpërmjet dëshmive dhe fakteve historike, por edhe nëpërmjet intervistave të pjesëtarëve të familjeve të brezave të dytë, kryesisht atyre që kishin strehuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore në qytetin e Beratit, ka sjell një libër që shërben si një kujtesë historike për të dokumentuar njerëzore në një periudhë as pak njerëzore, në një periudhë barbare, ku të tjerët i ekspozuan hebrejt përballë tiranisë naziste. Populli ynë, por edhe populli i Beratit, krahas popullit të Vlorës, për cilin është folur shumë në këtë kohë, ka treguar anën e tij më të mirë, anën e tij më humane dhe anën e tij më njerëzore. Libri i Vrushos ndjek praninë hebraike në Berat përmes dokumenteve dhe kujtesës qytetare, duke u ndalur te rrugët, shtëpitë dhe njerëzit që u kthyen në streh shpëtimi. Në qendër është periudha 1942-1945, kur Berati strehoi qindra hebrejnë, duke u shndërruar në simbol të mbrojtjes së jetës në mes të Holokaustit. Përmes rasteve konkrete dhe emrave të familjeve shqiptare, rrëfimi zbret nga historia abstrakte në përvojë njerëzore, e treguar nga brenda komunitetit. Simon Vrusho gjatë periudhës që ishte i gjallë nuk e la kontributin e tij në këtë fushë vetëm për sa i përket librit të tij, por e misheroi atë edhe në një nisëm konkrete, individuale, një nisëm private duhet thënë, duke ndërtuar pikërisht mbi librin një muze me emrin Muzeu Solomon në Berat. Në këtë kuptim, libri Hebrejt e Beratit i Simon Vrushos nuk është një përfundim, por është një pikënisje nga e cila ka marrë jetë pikërisht një dëshmi e gjallë e qytetarëve shqiptar, por konkretisht qytetarëve beratas, për t'i treguar botës se njerëzoria ka rëndësi mbi gjithçka në një kohë ku të gjithë kanë humbur pikërisht arsye dhe kanë humbur pikërisht pjesën humane të tyre. Libri e Hebrejt e Beratit i autorit Simon Vrusho është një dëshmi që mund t'i vinë në ndihmë studiusve, mund t'i vinë në ndihmë gazetarëve, mund t'i vinë në ndihmë historianëve, por mund t'i vinë në ndihmë dhe të gjithë atyre që duan të shkruajnë për mikpritjen e shqiptarëve ndaj hebrejve përgjatë periudhës së luftës së dytë botërore. Më konkretisht, ky libër jep kontributin e tij për praninë hebreje në qytetin e Beratit. Pra, rekomandimi im për këtë fundjavë për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, por jo vetëm, është libri i autorit beratas Simon Vrusho, Hebrejt e Beratit, një botim i shtëpisë botuese UEGEN.